الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ky univers me çdo gjë që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala në të është begati dhe dhuratë e Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Pra Allahu subhanahu wa taala këtë univers dhe çdo gjë në të ka nënshtruar për neve, pra për njeriu. Në mesin e këtyre begative që janë në univers me cilat na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala është edhe uji i peshëm, uji i ëmbël. Thot Allahu subhanahu wa taala duke na kujtuar këtë begati të madhe, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ, dhe në tokë kemi vendosur malet e forta, malet fuqishme, malet qëndrueshme. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, dhe ju kemi dhënë me bollëk ujë të peshëm e të ëmbël. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon se për ne ka krijuar në tokë ujë të peshëm, ujë të ëmbël, cilën ne e pijmë dhe kënaqemi duke e pirë atë. Ky ajet është i ngjashëm me fjalën tjetër të Allahu subhanahu wa taala ku thot: "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun", a keni parë ujin që ju e pini? "A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun", a jeni ju ata që e zbritni atë nga ret, apo jemi ne ata që e zbresim nga ret? "Law nasha'u ja'alnahu ujajan", thot Allahu sikur të donim ne do ta bënim atë të njelmt. Falawla tashkurun, andaj përse nuk e falenderoni Allahun subhanahu wa taala? Përse nuk jeni mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala? Ky ajet na bën me dije se një prej privimeve më të mëdha është kur ti e ke ujin, mirë po për shkak të njelmësisë së tij, shijes së tij të rënd nuk ke mundësi ta konsumosh dhe ta pish atë. Allahu subhanahu wa taala në ujë ka vendosur jetën e njerit. Uji ka dobi të shumta të cilat nuk mund të numërohen. Në veçantë në kohën cilën po jetojmë, Allahu subhanahu wa taala na ka begatuar me gjëra të ndryshme mban të cilave ne e pastrojmë dhe e filtrojmë ujin, dhe po ashtu këto gjëra na kanë mundësuar që ne ta konsumojmë ujin ashtu siç na përshtatet më së miri. Andaj, nga gjithë kjo ne duhet të kuptojmë se duhet ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Duhet të dimë se këto begati i kemi prej Allahu subhanahu wa taala dhe e drejta atyre është që ne ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, të jemi mirënjohës ndaj tij e jo mos mirënjohës. Po ashtu të mos e teprojmë në këto begati të Allahut subhanahu wa taala, të mos i shpërdorim, të mos regohemi arrogant e mendimdhënj. Përcillet në Sunen e Tirmidhi nga Abu Huraira radhiyallahu an, thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna awwala ma yus'alu anhu yawm al-qiyamati, yani al-'abdu min an-na'im", thot vërtet se gjëja e parë për cilën do të pyetet robi në ditën e Kiametit, do të prej begative të para, me cilat do ta marrë në llogari Allahu subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, an yuqala lah, është se do t'i thuhet atij: "Alam nusihha laka jismak", do të thotë Allahu: a nuk të kemi dhënë shëndet në trupin tënd? "Wa nurwiyaka min al-ma'i al-barid", a nuk të kemi dhënë të pish ujë të freskët? Gjithashtu, në një hadith tjetër që përcillet nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha", vërtet se Allahu subhanahu wa taala kënaqet me robën e tij kur ai e han një ushqim, pastaj e falenderon Allahun subhanahu wa taala për atë ushqim, au yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha, apo kur pin ujë dhe e falenderon Allahun subhanahu wa taala për shkak të atij uji që ja ka jep Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti ruajmë këto begati të mëdha të Allahu subhanahu wa taala, ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe në njëjtën kohë ti kujtojmë disa individ e disa shoqëri, cilët janë të privuar nga këto begati të cilat ne i kemi me bollëk. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ndihmojë që ta përmendim atë, ta falenderojmë atë dhe ta adhurojmë atë ashtu siç është më së miri. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.